Shumë lokale dhe kafenenët e Tof uzurpojnë trotuare dhe rrugët duke vendosur karrige dhe tavolina, kështu duke bllokuar lëvizjen e lirë të qytetarëve. Por sa i përket restoraneve, në vazhdimsi pra ta veprojnë aty ku pengojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve, por kemi një dukuri që qytetarët vazhdimisht insistojnë në rikthimin e atyre, tavolinave dhe karikeve në vendin paraprak. Pra është për ne një luftë, do kisha thënë, permanente që të kemi hapësira publike, por nuk e që nuk veprohet në vazhdimsi, dhe në vazhdimsi kemi po të njëjtën situatë.